Loredana Brati, e njohur për rolin e saj si Kupidi në sezonin e fundit të Përputhen, ka folur për herë të parë për zërat që e lidhin me një nga konkurrentët e programit. Loredana i hodhi poshtë tash themet dhe sqaroi situatën që çoi edhe në largimin e saj nga show. U mërzita kur pash ato lajme, por do kaloj, tha ajo duke theksuar mbështetjen që ka marrë nga fansat dhe publiku gjatë kohës që ishte pjesë e Big Brother VIP. Sipas saj, ajo ka qenë e hapur për 4 muajt e reality show dhe ka treguar karakterin dhe vlerat e saj. Loredana mohoi gjithashtu çdo lidhje romantike me konkurrentin, duke sqaruar se fotografia që u publikua ishte thjesht një rastësi. Kam qenë në dërmin me shoqërinë dhe ky person punon në restorantin ku po drekoja. U ulëm për pak bashkë në tavolinë dhe më pas u bë foto, tha ajo. Ajo shtoi se ka vendosur të largohet nga Përputhen për arsye të tjera dhe se është shumë sociale dhe komunikative me të gjithë konkurrentët, prandaj nuk e kupton se kjo histori u bë kaq e madhe. Loredana nuk e përjashton mundësinë të jetë në një lidhje në të ardhmen dhe thekson se mediat duhet të jenë më të kujdesshme para se të publikojnë histori që mund të jenë të pasakta. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.